Në shumicën e veçeverisjeve inspektuese është detektuar plotësim jo i tërësishëm të vendeve të punës në sektorët për mbikëqyrje inspektuese. Në disa nga veçeverisjet lokale, mungon edhe gjysma e personelit që është parapar për shërbimet e inspektimit, ndërkaq në disa prej tyre edhe pozitat udhëheqëse janë bosh. Këtë nxjerr në pa hulumtimit të cilin e realizoi Qendra për Komunikime Qytetare së bashku me 8 shoqata të qytetarëve në nivel lokal në kuadër të projektit Mbrojtje nga korrupsioni, i cili realizohet me ndihmë financiare nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Shkup. Nëpërmjet hulumtimit është zbuluar se vetëm disa nga komunat e respektojnë detyrimin ligjor për përgatitjen e raporteve 6 mujore lidhur me punën e shërbimit inspektues në suazat e komunës dhe për publikimin e tyre në faqen e tyre të internetit. Dallime të mëdha ndërmjet komunave janë vërejtur për sa i përket numrit të paralajmërimeve dhe aktvendimeve që i kanë lëshuar shërbimet inspektuese. Me shtras, në disa nga komunat janë shqiptuar më tepër se 1000 masa të tilla në nivel vjetor, kurse në të tjera nuk është shqiptuar asnjë paralajmërim apo aktvendim. Kjo situatë krijon dyshime për jo efikasitetin e shërbimeve dhe për korrupsion. Komunat nuk kanë program të shërbimeve të inspektimit për parandalimin e korrupsionit e as ndonjë procedurë të brendshme për parandalim të konfliktit të interesave. Sipas ligjit për Inspektoratin Administrativ, Inspektorati Administrativ i Shtetit në kuadër të kompetencave të tij e mbikëqyr zbatimin e ligjit për mbikëqyrjen inspektuese. Në bazë të këtij hulumtimi rezulton se numri i mbikëqyrjeve inspektuese që Inspektorati Administrativ i Shtetit i ka zbatuar nëpër komuna dallon nga komuna në komunë dhe që ka disa komuna në të cilat me vite nuk është zbatuar mbikëqyrje inspektuese. Duke marrë parasysh situatën aktuale, është e nevojshme që në të ardhmen komunat i plotësojnë pozitat boshe në sektorët për mbikëqyrje inspektuese me personel të përshtatshëm profesional, të përpilojnë raporte jashtëmujore për punën e shërbimeve inspektuese në suazat e komunës, në të cilat do të paraqiten në detaje inspektimet e zbatuara dhe gjegjet nga ato. Gjithashtu është e nevojshme që komunat të publikojnë masat e shqiptuara për paralajmërimet dhe aktvendimet e lëshuara nga shërbimet inspektuese, si dhe vendimet përfundimtare nga procedurat për kundërvajtje dhe procedurat penale, me çka do të rritet vetdia dhe do të zvoglohen kundërvajtjet, ndërsa në të njëjtën kohë do të zmadhohet besimi i qytetarëve në punën e shërbimeve inspektuese. Për këto dhe përgjigje dhe rekomandime tjera, lexoni në hulumtimin kapacitetet të dobta të shërbimeve inspektuese në veçeverisjet lokale, të cilin e kemi publikuar në webfaqen e Qendrës për Komunikime Qytetare www.ccc.org.mk.